Banorët e zonës kanë vlerësuar ndërhyrjen e realizuar në aksin rrugor Ura-Shtret Prajkal pas dëmtimeve të krijuar në këtë segment. Rregullimi i rrugës së Shembur dhe stabilizimi i zonës kanë bërë të mundur rikthimin e kalueshmërisë dhe rritjen e sigurisë në një prej akseve të rëndësishme për zonën. E falënderoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, se ka punuar në rekord në vështirësi motit, në shije, në ftoftë edhe 2 ditë edhe borë. Në një kohë rekord, pa u shkut me tonat vështirësi kohët, e përfunoi rrugën sa i njerëz që kështë pia. E je lumshin tatë, do më thani të kanë falënderimi kryetarit bashkisë që i qoj me i herë fontin për të hinë e ban, as shpejt, e përsa në i kë rrugë Shembur ishte shumë shpucet në miren e fshatëve, se kjo ka kë rrugë as në lidhje se të në fshatëve dhe dërë. Ne i lumshin tatë, falënderoj shumë se me e kanë bërë me një cilësi të mirë edhe të shpejtë. Sipas banorëve, ndërhyrja ka shmangur vështirësitë në qarkullim dhe ka garantuar lëvizje me të sigurt për drejtues të mjeteve dhe këmbësorët. Autoritetet lokale bëjnë me dije se monitorimi i situatës do të vijojë.